Në ditën e 8 të daljes së lumit Vjos nga shtrati, dëmet janë ende evidente në zonën e fshatit Bishan në Novosel. Banorët e këtij fshati vazhdojnë punën për pastrimin e zonave të përmbytura duke larguar mbeturina dhe balten që lumi solli në pronat e tyre. Ata ankohen për mungesë ushqimi për bagëtin, pasi dëmi më i madh për ta lidhet me ushqimin e tyre. Sipërfaqet ku ata kishin kullota janë shkatëruar nga përmbytja dhe lumi ka marrë me vete barin e bagëtive. Përpasoj fermerët kërkojnë ndihmë urgjente me ushqim për bagëtit, pasi lopët dhe kafshët e tjera povojnë nga mungesa e ushqimit, ndërsa theksojnë se dëmet në tërësi kanë qenë të konsiderueshme. Unë në kuzhinë kishe kështu ca gjëra që rrinë të. Vetëm fare. Kërkove ndihmë? Kuj do I kërkoje? Kush do më vi? Dëmet janë komplet to që shikoni juve, mobiljet, veglat e ndërtimit, karriket, këto që ishin gjitha këto. Sepse këtu si jeton dhe njëri shtëpia ishte mbyllur, mos kisha mundësi të vija të ngrija, se jeton jashtë. Ujë ka hyrja, deri këtu, afërsisht mësh 50 metra, 50 cm, 50 cm. Edhe për jashtë çka ka motokorp, se veglat tëra këto, nëse doni shikoni. Po dalin jashtë përdorimit? Po tani ja vetëm lerja, normale që po do dalin jashtë përdorimit. Kam 5 rrej ullin dhe ka ndonjë 2 ditë ujë atje brenda në ullin. Në Bishan? Po. Në tokat e Bishanit? Në tokat e Bishanit. Unë kam komplet barin, kam një sopë të Diego Korendi rast se isha atje, më futur brenda për bakti komplet rreth 400 balla. I kam aty gjendje unë, po janë kalbra. Unë lopët I kam akoma atje, I kam dhënë një dy dhoma të vjetra një fshatar, I kam aty atje, I kam. Por ndërsa uji ka nisur të tërhiqet në shtratin e lumit Vjos në fshatrat e Novoselës, situata vijon të mbetet kritike në fshatin Bashaj në Vlorë që mbetet ende I bllokuar. Për shkak të shembjes së një masivi të madh shkëmbor, ky fshat prej 5 ditësh mbetet I izoluar, ndërsa banorët nuk kanë mundësi të lëvizin për të kryer punën e tyre të përditshme. Madje në një situatë të fundit ku një fëmijë kishte nevojë për ndihmë mjekësoresh për shkak të dëmtimit në kokë nga një kafshë shtëpiake, është dashur ndërhyrja e forcave ajrore me helikopter për ta transportuar atë drejt spitalit. Fëmia ndodhet në gjendje të stabilizuar shëndetësore në spitalin e Vlorës.